Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. E falenderojmë Allahun te baraka wa taala, i cili është Zoti i qiellit dhe tokës, i cili është meritor për çdo falënderim dhe çdo lavdat. Dëshmoj se vetëm ai meriton të adhurohet dhe dëshmoj se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Lavdat dhe paqja e Allahut qofshin mbi të dërguarin ton, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë shokët e tij. Vazhdojmë me shpjegimin e mëkateve të radhës ose dy nga smundjet e zemrës, me cilat edhe autori e përmbyll pjesën e parë të mëkateve të zemrës, e që janë qaswatul qalb, ngurësimi i zemrës, dhe dyta janë daful qalb, është dobësimi i zemrës. Autori tek kapitulli i parë për dersën e sotëm, pra për ngurësimin e zemrës, ka sjellë si gjithër disa ajete dhe hadithe, ashtu siç vepron në çdo kapitull, e që kuptimi i ngurësimit të zemrës është kur zemra mbuluhet nga një errësirë e cila ndikon që të mbuluhet zemra në atë formë, që të ngurësohet, që të vrarësohet dhe nuk pranon asnjë këshill, nuk bën dobi, as kërcënimi dhe nuk përfiton as nga përgëzimi, kështu që ajo zemër largohet nga e vërteta dhe pason të kotën ose të pavërtetën. Autori në fillim sjell ajetin kuranor: "Fabima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadi'ih." Ajetin kuranor ku Allah subhanahu thot: për shkak se ata thyn marrëveshjen e tyre. Fjala është për hebrejt, fjala është për Banu Israil. Thot, për shkak se ata thyn marrëveshjen e tyre, la'annahum, ne i mallkuam ata. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, dhe zemrat e tyre i bëm të ngurta. Yuharrifuna al-kalima 'an mawadi'ihi wa nasu haddan mimma dhukiru, vardhënia e Kuranit, dhe se ata i ndryshuan fjalët, pra është fjala për citatet, fjalët e librave të shenjtë më herët, pra të Tevratit dhe të Injilit, dhe se kanë harruar një pjesë prej tyre. Më saktësisht, Allah subhanahu wa taala pra i mallkoi dhe i ngurcoi zemrat e tyre, dhe këto i ndërlidh ose këto kanë ardhur si pasojë që ata e thyen marrëveshjen dhe beslidhin me Allahun azza wa jall. Për cilën beslidhje është fjala? Më herët Allah azza wa jall në ajetet paraprake flet se e ka marrë besin e tyre që ata ta falin namazin, ta japin zakatin, që do t'i pasojnë pejgambert dhe do t'i ndihmojnë ata, do t'i mbështetin ata dhe do t'i japin për Allahun hua të mirë. Kështu që Allah azza wa jall, nëse ata i përmbushin këto pika të marrëveshjes ose beslidhjes, Allah subhanahu wa taala ju premton atyne faljen e mëkateve dhe futjen në xhenetin. Mirë, po për arsye se ata e thyn marrëveshjen, ata nuk ju përmbajtën kësaj, atëherë pra Allahu i mallkoi dhe u ngurcoi zemrën ose ja bën zemrat e ngurta. Që ky ajet jo vetëm se Allah azza wa jall na njofton se çka ka ndodhur me ta, po të njëjtën kohë na porosit, na këshillon, na paralajmëron që të mos ecim hapave të tyne dhe për pasojë të bën mallkimi i Allahut edhe mbi neve dhe të ngurcohen zemrat e tyre, pastaj që nuk ka më dobi prej tyre. Nuk bën më dobi as paralajmërimi
e as përgëzimi, as këshilla e as gjallë. Autori gjithashtu sjell ajetin e radhës, normal të ndryshimi i fjalëve të Allahut, fjalëve të Zotit, ai mund vjen me dy kuptime. Vjen kuptimin e ndryshimit të tekstit. Pra fjala si fjalë ndryshohet komplet, e që shembull ta sjell Kur'ani se si ata e kanë bërë këtë lloj ndryshimi, mirë po është edhe ndryshimi tjetër, ndryshimi i kuptimit. Pra të keq interpretohen ose të interpretohen në formën jo të duhur, pra jo në formën e drejtë dhe të saktë. E që fatbarësisht Kur'anin Allahu Azza wa Jalla ka marrë në garancinë e tij, po që do të harun atë. Dhe kur është fjala se do të harun Kur'anin, nuk është vetëm në kuptimin tekstualisht. Mirë po do të harun edhe në kuptimin e vetë përmbajtjes Kur'anit, ku gjithherë pra do të ketë njerëz të cilët do ta kuptojnë drejt dhe do ta shpjegojnë drejt, ashtu siç e kanë kuptuar gjeneratat e para. Mirë po, rreziku ku është te njerëzit sot ose te besimtarët është në keq interpretimin dhe keq kuptimin e Kur'anit, se si tekst është i ruajtur në mesin e gjithë njerëzve. Mirë po, meqense prap do të vazhdojnë deri para kiametit shënon hadith profetike se do të ketë një grup që do të mbahet fort për Kur'anin, faktikisht pa ndryshuar me kuptimin e drejtë, megjithatë mundësia për keq kuptime dhe keq interpretime mbetet. Autori në vazhdim sjell ajetin e dytë, fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala: Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabiha mathani. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah është ai i cili shpalli fjalën më të mirë. Fjalën e Allahut, Kur'anin. Shpalli fjalën më të mirë. Kitaban mutashabiha mathani. Pra e shpalli fjalën më të mirë në formë të librit, pra si libër, si kitab. Mutashabihan, që përgjasojnë pjesët e tij njëra tjetrës. Pra janë të ngjashme për nga saktësia, për nga vërtetësia, pra ajetet kuranore vetëm se e mbështetin njëra tjetrën dhe nuk vinë ndesh njëna me tjetrën. Mirë po, përkundrazi janë të ngjashme për nga bukuria e shprehjes, për nga oratoria, për nga e vërteta, po gjithashtu methani e përsëritur. Pjesët e tij janë të ngjashme dhe të përsëritura. Pra tregimet e Kuranit të shihni që zakonisht përsëriten. Ose paralajmërimi i tij, ose kërcënimi i tij. Ajetet flasin për përgëzimin me xhenet, për banorët e xhenetit, për cilësitë e tyre, për banorët për besimtarët, cilësitë e besimtarëve. Përsëriten këto gjëra. Sikurse në anën tjetër përsëriten cilësitë e pabesimtarëve, bindjet e tyre, ose vendi tyre, xhenemi, cilësitë e xhenemit, e kështu me radhë, që janë gjëra të cilat pra përsëriten. Taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Dhe sot Allahu në vazhdim, dhe prej tij, pra prej librit të Allahut, prej kësaj fjale të bukur, thotë rënqethen lkurat e atyre që ja kanë frikën Zotit të tyre. Dhe pastaj zbuten lkurat dhe zemrat e tyre me përmendjen e Allahut Azza wa Jalla. Na tham që prej cilësisë së Kur'anit ose vetë Allah e ka thënë janë gjëra që përsëriten. Tash përsëriten ajetet e shpresës, sikur që përsëriten ajetet e kërcënimit. Dhe kur besimtari i lexon ajetet e kërcënimit, realisht dridhet zemra e tij, dridhet rënqethet lkura e tij. Mirë po, me njëherë krahasyne do të vinë ajetet e shpresës. Se kështu është Kurani, ajetet e shpresës frikës, domethënë me radhë. Atëherë çka? Kur vinë ajetet e shpresës, zemra e besimtarit zbutet. Zemra e tij, lkura e tij qetësohet, gjendja e tij qetësohet me çka? Me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. Për ata, Sheikh Saleh Ali Sheikh Allah e ruaj,
e dëgjova një këshill ti, thot kur ta lexoni librin e Allahut, sa herë të lexoni emrin e Allahut, thot ktheni, lexoni një herë, dy herë, përsëritni. Thot përmende sa më shumë Allah subhanahu wa taala që ti pastroni thot zemrat e juaja nga peshqlëqet e dunjos. Dunja lën gjurmë, këto dunjoja me ato anë negative të veta që ka lën gjurmë të këqija, kështu që përmendja Allah subhanahu wa taala është ajo që i pastron zemrat tona. Se na do ta shohim që sikur ky ajet, po edhe ajetet e tjera, pra Allah subhanahu wa taala e përmend ngursimin e zemrës, si gjuna, si mëkat, si smundje zemrës, mirë po përmend edhe ilaçin. Cili është ilaçi? Ilaçi i kësaj. Përmend se ilaçi i kësaj sikur në këtë ajet kuranor është qetësohen zemrat e besimtarëve. Qetësohet domethënë shpirti i tyre me çka? Me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala në ajet tjetër thotë se autori alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haq. Thotë Allah subhanahu wa taala në këtë ajet që i vazhdon në surën Al-Hadid, thotë a nuk ka ardhur koha që zemrat atyre që kanë besu sinqerisht të përulen, të zbuten, të qetësohen, thotë me përmendjen e Allahut dhe me atë që ka zbrit nga e vërteta. Realisht, ky ajet kuranor vjen mas ajeteve të cilat flasin për munafiqët, të cilat tregojnë se si munafik ditën e gjykimit duke kalu mi urën e siratit edhe ai murit që thot Allahu në këtë sure që vendoset mes besimtarëve dhe pabesimtarëve, ose mes besimtarëve dhe munafikëve, të cilë dojnë me kalu urën e siratit në çfarë forme? Duke u orientu dhe drejtu me dritën e imanit besimtarëve, mirë po, Allahu vendos mur mes besimtarëve dhe munafikëve. Dhe Allah Zogjel vendos një derë që ana e brendshme ka besimtarët, asaj derë është rahmet që ka qitë Allah subhanahu wa taala, kurse ana tjetër nga munafiqët është adhab, është dënim. Tash duke fol Allah subhanahu wa taala për to ajete dhe për gjendjen e munafikëve, dhe se si ata nuk kanë marrë mësim dhe nuk janë vetëdijsuar nga paralajmërimi i Allah subhanahu wa taala. Atëherë me këto Allah te bareke ve taala don që neve të na tërheq vërejtjen. Domethënë që të përfitojmë nga Allah subhanahu wa taala flet për ditën e Kiametit. Allah na flet se çfarë pasojash kanë munafiqët. Atëherë a nuk është koha që njëri të vetëdijsohet? A nuk është koha që zemra e besimtarit të qetësohet me përmendjen e Allahut, me të vërtetën që thot Allah subhanahu wa taala? E vazhdon ajeti ku wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabli fatalat alayhimul amad faqasat qulubuhum. Vazhdon ajeti ku o kathir min fasiqun. Thot et mos janë sikur ata të cilëve ju është dhënë libri, po hebrejt dhe krishterët. Thot e cilët pas një kohe, thot zemrat e tyre janë ngursu. Është problem kur njeriu vazhdon mëkat mas mëkati. Pastaj duke lënë obligim mas obligimi, një herë lëni namazën, një herë lëni punë të mirë, një herë një obligime, atje një herë bën një mëkat, pastaj një mëkat tjetër, dhe kjo shkakton që zemra e tij më ngursu, që zemra e tij më u dobësu, që do të vjen edhe kapitull tjetër. Saqë vjen edhe deri te vdekja e zemrës. Atëherë kjo me kalimin e kohës, nëse për një herë nuk ka mundësi njëri që nëse mundu me thonë të prishet, që për një herë të ngursohet. Meqense efekti mëkateve shumë i madh. Për ata ka ardhur prej këshillave dietarëve që thot angazhimin, mundjen dhe ushtrimet që i bën robi në adhurime për një vjet mundet me t'i prish një neglizhencë ose merja me gjona të kota për një orë ose një ditë. Domethënë se imani don kohë për më ngrit, për më urrit imani, besime dhe njëri bën me angazhime, me mundë. Mirë, po ki kujdes se një ramje ajo ndikon që ty me ta humb një mund
një mund të madh. Dhe tash kjo kur bën një herë fillon me ra mirë, po nëse s'ndalet, se nuk mundet njeri gjithmonë me kohë njëjtë gjendje, po nëse nuk ndalet, ajo vazhdon që mastikohet, mo vetëm se ngursohet zemra dhe njeriu humb. Këto ajete pra na tregojnë kujdesin që duhet njeri të ketë për zemrat e tyre, duke u përpjekur dhe duke u mundu shumë, duke përmend Allahun azza wa jall shpesh, duke kërku ndihmën dhe mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala. Në ajetin e parë që e lexuam, Allah subhanahu wa taala pra i mallkoi Banu Israil. Dhe thot wa ja'alna dhe i bëm zemrat e tyra të ngurta, dhe i bëm. Kush i bani? Allahu. Përse zemrat janë në dorën e Allahut. Allahu rrotullon me zgishtave të tij zemrat tona ashtu siç ai dëshiron me urtësinë e tij dhe drejtsinë e tij. Atëherë duhet njëri të jetë i kujdesshëm. Dhe të kërkon prej Allahut azza wa jall që të na i forcon zemrat, të na i ruan zemrat, na i zbut zemrat tona. Me po dhikri përmendja Allahut është një prej shkaqeve më të mëdha për largimin e ngursimit të zemrës, ose që të ruajmë zemrat tona nga ngursimi. Një njeri vjen te Al-Hasan al-Basri rahimahullah dhe i ankohet për ngursimin e zemrës. Atëherë porosia e tij thot qala adhibhu bi dhikrillah. Po zbute thot zemrën me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po nuk është ajo që mund arrihet ashtu për njerë. Nuk ka mundësi një njeri i cili bën mëkate, bën gjinohe edhe e përmend Allah subhanahu wa taala, tjetë sikur ai i cili është i ruajtur prej atyne gjinohe. Thonë, don kohë nuk mundesh ti mi shiju adhurimet dhe ibadetet, ose nuk mundemi të shohim adhurimet dhe ibadetet në një gjendje ku bojmë shkelje, ku bojmë lëshime, ku bojmë po sa më shumë që ruhemi, dhe sa më shumë që punojmë, sa më shumë që përpjekemi, sa më shumë që në vazhdimsi e përmendim Allahun azza wa jall, më shumë do të shijojmë këto adhurime dhe më shumë do ta shijojmë këtë përmendje dhe këto do të evrejmë butësinë e zemrës tonë ose pranimin e këtyre adhurimeve dhe këtyre ibadeteve. Autori mas tyre ajeteve përmend hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot irhamu turhamu waghfiru yughfar lakum. Thot mëshironi që të mëshiroheni. Thot falni që të faleni. Ose na di më rregull fetare që el jaza min jinsil amal. Shpërblimi jo sipas veprës. Por nëse don që Allahu t'ju mëshiron juve, se mëshira është zbutja e zemrës për mëshirës Allah subhanahu wa taala. Nëse doni faktikisht ta fitoni mëshirën e Allah subhanahu wa taala dhe njëjtën kohë mëshira është një butësi që është në zemrën e njerit. Do njeri kur i bëhet zemra guri, mos mëshiron kërkon. Ose nuk fal. Kurse njeri që ka zemër të butë, ai fal, ai mëshiron. Tash kjo është njëjtën kohë. Ti jesh i mëshirshëm me të tjerët, Allahu do të mëshiron. Kjo tregon për njëjtën kohë një angazhim për zbutjen e zemrës, po një shkak më tepër që Allahu me ta zbut zemrën. Çashtu falni thot që të falni. Wailul lil aqma'il qawl. Sot pejgamberi sa mirë për ata që janë hinka të fjalës. Qama është hink. Hinka na e përdorim me mbush shishet, me mbush diçka me grynka të ngushta. Mirë, po a mund diçka hinka? Jo, çka të hin ato del poshtë. Çka të hin vrimën e xon alt, del poshtë. Ta pejgamberi thonë mirë për ata që janë hinka të fjalëve. Por që thot fjala e popullit, këtë vesh hin, këtë vesh del. E kur zemra ngurtësohet, domthonë nuk bën dobi këshilla më. Sot mirë për ata që janë hinka të fjalës. A zemra e besimtarit nuk është hinkë e këshillave, është anë ku ruhen këshillat, anë ku bojnë dobi këshillat.
Thot wailul lil musirrina alladhina yasirruna ose yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Thot e mirë për ata që vazhdojnë ose insistojnë në mëkate. Na kena thonë se edhe në mëkatet e vogla njëri nëse i bën në mënyrë të vazhdueshme, ajo nuk jetë mëkat, nuk jetë mëkat i vogël. Dhe problemi është se nëse njëri ka mrin këtë nivel me ngurcu zemra, ajo nuk bëhet për një kohë të shkurtër. Ajo merr kohë. Kështu që kjo është tani edhe më rrezikshme. Pra të cilët vazhdojnë në mënyrë të vazhdueshme, pra bojnë në mënyrë të vazhdueshme mëkate ose vepra të cilat ai bën, wahum ya'lamun, duke ditë që në rrugë të gabuar, duke ditë që janë të bëjnë mëkat, faktikisht nuk janë të bëjnë pa vedije, po me gjithë vedijen që kanë se janë të bëjnë mëkat, ata vazhdojnë në këtë rrugë. Autori në këtë kontekst sjell edhe një hadith, po që realisht hadithi është i dobët, megjithëse kuptimi i kësaj fjale është i saktë. Thot la tuksiru l-kalama bighayri dhikrillah. Thot mos folni shumë pa përmendjen e Allahut. Po njeri që të flet, mirë po nuk në fjalimin e madh ti ose në fjalët e shumta ti që i thot nuk përmendet Allahun. Fa inna kathrat al-kalami bighayri dhikrillah qaswatun lil-qalb. Thot se fjalët e shumta pa përmendjen e Allahut janë ngurësim i zemrës. Wa inna ab'ad al-qulubi min Allahi al-qalbu al-qasi. Thotë zemra më e lartë nga Allah Azza wa Jall është zemra e ngurësuar. E që kuptimi kundër të kësaj është që zemra më e afërt te Allah Azza wa Jall është ajo që e përmend Allahun subhanahu wa ta'ala. Kështu që është e vërtetë që njëri nuk duhet shumë të flet, se për pasojat e gjuhës veç vjen kapitulli i rrodhës dhe gabime pastaj që bijnë dhe mëkatet. Mirë po, është e vërtetë që njeriu duhet përpjeket që sa më shumë ta përmend Allah subhanahu wa taala me qëllim që zemra e tij të zbutet. Pastaj në fund e përmend hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë: "Men lam yarhamin nas la yarhamullah." Ai njeri i cili nuk i mëshiron njerëzit, nuk e mëshiron Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra, përderisa njeriu duhet të jetë i mëshirshëm me tjerë, të i falë të tjerë, të ketë një zemër të butë, një zemër që këshillohet, e kundërta do të ngurzohet zemra e tij dhe çka nuk do të mëshirojë njerëzit, atëherë as Allahu na rujt me të njëjtin formë të ndëshkimit nuk do ta mëshiron atë. Mbas këtyre ajeteve dhe haditheve, autori përmend kapitullin e fundit, i cili ka të bëjë me mëkatet e zemrës dhe smundjet e zemrës, e që është dobësimi i zemrës. Dobësimi i zemrës në kuptimin që pastaj dobësohet imani, nuk është besimtari në formë duhur i qëndrueshëm, pra në fenë e Allahut subhanahu wa taala, dhe pastaj çdo gjë bëhet nga zemra. Nëse dobësohet zemra, pastaj dobësohet edhe gjuha në thonjen e të vërtetës, mbrojtjen e të vërtetës, në thonjen e drejtësisë, në mbështetjen e drejtësisë, pastaj edhe gjymtyrë tjera nuk do të jenë të qëndrueshme në praktikimin e të vërtetës, mirë po ato do të dobësohen, do të lishtohen, do të jetë një njeri frikacak, një njeri toz, një njeri i dembel, një njeri të nej, gjitha pasojat pastaj që vinë si rezultat i zemrës së dobët. Autori ajetin që sjell ajetin e parë është ajetin në surën Al-Kahf, ku Allah subhanahu wa taala flet për banorët e shpellës dhe thotë: "Wa rabatna ala qulubihim." Dhe ne i forcum zemrat e tyre. Pra, është mirësia e Allahut kur Allah e forcon zemrën e besimtarit, e bën pra të fortë, e sidomos në situata sikur që kanë qenë ata. Por në një situatë ku është një udhëhec që është zullumçor,
një udhëhec i cili thirr në të kotën, një udhëhec i cili thret në jo të vërtetën dhe don t'i imponoj të tjerët në besim të kotë, që njeriu në këtë situatë, me gjithë presionin, me gjithë ato, të tregohet i paloharshëm besimin e tij. Dhe të jetë i fortë, kjo ndodh vetëm tek njerëzit kur Allahu Azza wa Jalla janë forcon dhe i lidh fort zemrat e tyre, sikur që ka ndodhur me ata djem. Ajetin tjetër autori përmend Alif Lam Mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah subhanahu wa ta'ala, Alif Lam Mim, a mendojnë njerëzit që t'i lojmë ata të thojnë kem besu e pastaj që të mos i sprovojmë. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sot gjithsesi ne i kem sprovu njerëzit e tjerë para tyre pra më herët, që të kuptohet ose të dihet se kush nga ta është i sinqert në pretendimin e tij për fjalën e tij dhe kush prej tyre është gënjeshtar. Kjo dunjë është sprovë. Është letë me thonë besoj. Mirë pa Allahu do të sprovon se so ka gjetë vend besimin në zemrën tonë. So i fort me atë besim dhe atë iman. Apo është një fjalë goje që është njeriu i luhatshëm, që është një fjalë e dobët, që është një besim i dobët. Kështu që kjo botë është sprovë dhe sa do që është jeta e shkurt, është e mjaftueshme që njëri mos provu për me dhon provimin, me dëshmu se është besimtar i vërtet apo jo. Pastaj autori sjell ajetin në Surën Al-Maida ku Allahu Azza wa Jalla thotë: "Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun." Allahu Azza wa Jalla përmend të rastin e Banu Israilve me Musajn a.s. të cilët për shkak të dobësisë së tyre, ligështisë së tyre, nuk u treguan të gatshëm me hy në kuc, me shliru kucin dhe me ju përgjigj thirrjes Allahut Azza wa Jall, por thanë, o Musa, në kuc është një popull tiran, një popull i fuqishëm. Thot, e na nuk do të hyjmë të kur ata dalin na hina çatëra. Yakhruju minha fa inna dakhilun. Kur ata dalin, bile kanë ardhur ajetën në formë ma të vështirë, thot, idhhab anta wa rabbuka faqatila. Shko ti me Zotin ton, lufto e na këto po të presëm. E dim këtë krahasim që kanë bërë sahabët në luftën e Bedrit. Dhe kjo tregon për fuqinë e imanit dhe fuqinë e besimit. Gjithashtu, thot Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa min an-nasi man yaqulu amanna billahi fa idha udhiya fi Allahi ja'ala fitnatan an-nasi ka'adhabillah." Thot Allah subhanahu wa ta'ala, dhe ka njerëz të cilët thonë kem besu në Allah. Thonë me gjuhët e tyre kem besu. Mirë po thot kur ata sprovohen për Allahun, thot e konsiderojnë fitnën dhe sprovën e njerëzve si me konë dënimi i Allahut. E kjo sprovë subhanallah. Kjo është ajo që kanë premtuar pejgamberët. Kjo është ajo që kanë premtuar pejgamberëve njerëzve të tyre. Na po thirrëm këtë thirrjen tonë të vërtetë. Po nëse pasoni, na ndjekni, keni me pas prova, keni me pas telashe. Po kjo nuk do të thotë që sprova që vinë ndeshkim pe Allahut. Përkundazi po janë çato më herët që tham, Allahu do të sprovoj kush është i sinqert në besimin e tij, kush jo. Mirë, po fatkeqësisht disa njerëz, domethënë si të ballafaqohen me sfidat e para, dorëzohen. Kjo është për shkak besimit të dobët. Kjo është për shkak zemrës së dobët. Kjo është për shkak të karakterit të tij të dobët. Se sikur njëri këtë besim të fortë, ai përballet pa marrë parasysh sfidat që i kanë. Sahabët e dim për rasti kur ka ardhur sprova me luftë thotë hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Kjo është ajo që na ka premtuar Allahu dhe i dërguari i tij. Luftë kanë me të luftuar njerëzit. S'kan me të lënë rahat njerëzit. Se me konë që ai që i pason pejgambert, ko me konë në poçë, ko me konë ato
me të natë mira tonë nuk kishin besim. Mirë po fakti tani kur po ballafaqohen me sprova, me fatkeqësi, me telashe, këtu po dorëzohen. A realiteti i jetës është kjo, që ti ke me usprovu, besimi jëtë ka me u testu. A je besimtar i vërtet apo jo? Autori pastaj sjell për fund hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, el muslimu men salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Thot pejgamberi alayhis salam, muslimani i vërtet është ai nga gjuha dhe dora të cilët janë të shpëtuar muslimanët e tjerë, dhe muhajir është i vërtet, pra është ai njeri i cili i ka bëu hijret, domethënë mëkatet dhe gjonat që ka ndaluar Allah subhanahu wa taala. Prej ka vjen Islami i vërtet, prej ka vjen hijreti i vërtet. Vjen prej zemrës. Nëse besimi i plot ka zonë vend zemrën tonë, atëherë ti do të jesh një musliman i plot. Atëherë ti do të jesh një muhajir i plot, që për Allahun largohesh nga e kota, largohesh nga e pavërteta, largohesh nga ajo që ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Me kaq për përmbyllim edhe na dersin. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.